Përshëndetje, mirë se erdhët, të dashur miq, motra dhe vëllezër, mirë se po takohem. Ja me temën e re, jemi përpara, Angeli 3 tani është në radhë. Ngjarjet e kohës së fundit, koha po mbaron, figura e bishës, cila është. Mos e adhuroni bishën dhe figurën e saj, të mos merrni domken. Zbulesa 14:9. Është kjo tema për cilën do të flasim, por kush është bisha, briri i vogël, nga Danieli 7, dhe figura e saj, dhe çfarë është domka e bishës, si mund të mbrohemi. Pra nga lajmi i 3 engjëjve, si serialin të cilin e kemi filluar tani qysh moti, nga Bashkia Adventiste ditës 7, e cila prezanton këtë serial të lajmit të 3 engjëjve. Pra, lutja cila është bisedë me Zotin, presim që dhe vllau Kenit na bashkangjitet si zakonisht, pra me këtë temë cilën e kemi sante, kush është bisha dhe figura e saj dhe çfarë është dëmka e bishës, si mund të mbrohemi, mos adhuroni bishën dhe figurën e saj, që të mos merrni dëmkën e saj. Ngjarjet e kohës së fundit, koha po mbaron, figura e bishës, dhe shkoj me këtë temë jashtëzakonisht interesante dhe të rëndësishme, vërtet shumë aktuale të kohës së fundit në cilën po jetojmë. Besoj që mund të lidhemi dhe kishim engjëllin e parë, mandej engjëllin e dytë, nëse ju kujtohet, dhe tani është përpara engjëlli 3. Nga Bashkia Adventiste ditës 7 Kosovë, lajmi i 3 engjëjve. Pse lajmi i 3 engjëjve është lajmi i fundit i Biblës, nga zbulesa 14, dhe pse duhet vënë vëmendje të veçantë apo urgjente, me megafone, sepse është lajm tetë aktual dhe i rëndësishëm. Natyrisht do të fillojmë me lutje edhe kësaj radhe patjetër. Besojmë që vllau Keni do të na bashkangjitet së shpejtit. Përshëndetje. Përshëndetje Diona, po më dëgjon? Përshëndetje, ja jemi kështu së bashku. Po më dëgjon Diona? Po, patjetër, po mirë shumë. Mirë se erdhe. Unë ty nuk të shoh, po të ndërgjoj, se me po të tregojmë të që nuk na shkojnë një tjetër. Mirë se gjeta Dion, Zotit e bekoft. Vazhdoj me lajmin e 3 engjëj, ja nisim me lutjen. Patjetër. Është koha për lutje dhe lutemi së bashku. Urna vllau Ken. O atë gjithë përshtatshëm, të falenderojmë për këtë mundësi të folim për evangeliumin e përhershme, për shpëtimin e njerëzit nga dashuria jote e pafund dhe lajmin e 3 engjëjve. Po të lutna, na beko dhe na ruaj motrën Diana dhe mua, dhe na shëndrit mendjen të dritës së frymës së shenjtë, që të folim për lajmin e 3 engjëjve si don ti dhe të plotësohet vullneti yt. Të lutna në emër të Jezusit. Amen. 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 Faleminderit vllau Keni, dhe pa humbur kohë, pra shkojmë më tutje dhe vërtet fillojmë me lajmin e 3 engjëjve.
e tham pak më herët, pra përse lajmi i 3 engjëjve është lajmi i fundit i Biblës nga zbulesa 14 dhe përse duhet vënë vëmendje të veçantë apo urgjente. Lexojmë nga zbulesa 14 lajmi i 3 engjëjve, pra i engjëllit 3, i cili thot kështu: Një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh: Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr dëmkën mbi ballin e vet dhe mbi dorën e vet, ai do të pi nga verra zemrimit të Perëndis që është derdhur e përzier në kupen e zemrimit të tij dhe do të mundohet me zjarr e me sufër përpara engjëjve të shajt dhe përpara qengjit. Pra këto janë pyetjet që do t'i shqyrtojmë: kush është bisha e cila del nga deti dhe figura e saj? Kush është pyetja numër 2, kush është bisha e cila del nga toka, e cila do t'i ndihmoj gruas? Dhe kush është dëmka e bishës mbi ballin e dorën? Dhe pyetja 4, kush do të pi nga zemrimi i Perëndis dhe mundimi i tyre ngjitet në shekuj të shekujve? Po, vllau Keni, urna. Sot do të folim për lajmin e engjëllit të tretë, domthonë pyetjet i kena 1, 2, 3, 4, edhe t'i tregojmë popullit se do të folim simas Biblës dhe simas frymës së profecisë që Kisha Adventiste e tërë botës e kanë si dhuratë nga Zoti, dhe simas këtij modeli do ta shpjegojmë simbolet e Biblës, edhe do të tregojmë se kush është bisha nga deti që do të fillojmë, edhe këto pyetje tjera, edhe do ta mbarojmë lajmin e engjëllit të numër 3. Është një lajm që nëse populli nuk e ka pranuar lajmin e engjëllit numër 1, domthonë vjen i dyti, nuk e pranon as dytin, atëherë vjen i treti që është s'ka mundim, domthonë shkatrus për popullin, domthonë që ta thirret megafone, do të qenë me zë të lartë që ta ndëgjoj këtë bota, që të mos mendon që nuk ta ndëgju, që ta është Zoti është i dashuri dhe e dërgon 3 herë këtë lajm që de facto është njësoj, por që është një ndryshim shumë më i vogël. Po. Dhe pas të ngjitej nga deti një bish që ngjante, që kishte 10 bri dhe 7 krerë, dhe mbi bririt kurora dhe mbi krerë emra blasfemie. Dhe bisha që pas ngjante një leopardi, këmbët e saj ishin si të ariut dhe goja e saj e luani dhe dragoi i dha asaj fuqinë e vet, fronin e vet dhe autoritetin e vet. Zbulesa 13:1 dhe 2. Për të kuptuar këtë, shkojmë te Danieli. Po, urna vllau Keni. Veç pak ti tregojmë popullit se ina të shku me rënë ta zbërthejmë kush është bisha nga deti. Domethënë të fillu me zbërthej bishën sipas simboleve se Zoti na ka tregu. Na tregon këtë simbolet, të shkojmë te zbulesat e Danielit, do ta zbërthejmë dhe do ta shihmë ju vetë se kush është. Ora. Po, na falni veç pak për. Okej, shkojmë te Danieli. Danieli 7:2. Unë shikoja në vegimin tim natën dhe ja 4 erat e qiellit tronditën detin e madh. Danieli 7:2. Pra, profeti Daniel jetoi 6 shekuj para erës sonë dhe dini që Zoti ja dha atij kapitullin e 2, është kjo truporja, e njëjta gjë në kapitullin e 7. Pra, Danieli 7 i kemi 4 bishat, leopardi, luani, ariu dhe njëra e cila është ndryshe dhe shumë interesante, që paraqesin Babilonin, Medo-Persin, Greqin, Romen dhe Evropën e ndarë. Po, urna vllau Keni, deshte diçka më fal? Jo, veç vazhdoj, kena shumë bukur, i na tregu popullit si vazhdojnë, domthonë, tamam si shkruan te Danieli, domthonë vazhdojmë, çka do të thonë kryet e Babilonisë, trupi është Medo-Persian,
Kja është ma poshtë ose Greqisë, këmbët janë të Romës që është nda në dy pjesë, edhe na tregon që kjo është trupi i Babilonisë edhe vazhdon deri në fund. Tash na vazhdojmë i tregojmë çka do të thonë këmbët, çka do të thonë këto dheu me hekurin, edhe vazhdo mu të radiona që ta spjegojmë. Simbolet profetike të Biblës deti paraqet njerëzit, zbulesa 17:15, stuhia luftat te Jeremia 49:36-37, bishat, mbretërit e te Danieli 7:17. Kurse kush është bisha? Kush është bisha? Lexojmë mbas kësaj. Unë e shikoja në vegimin natë dhe ja një kafshë e katërt e llaktashme, e tmeshme, jashtëzakonisht e fuqishme, kishte dhëmë të mëdha prej hekuri. Pra, kjo është bisha, e cila është e jashtëzakonshme, e cila nuk gjendet në diku në natyrë. Çfarë bënte bisha? Hante, sermonte dhe shtypte mbetjen me këmbë. Nga gjitha kafshët e mëpashme dhe kishte 10 brinj. Pra, kush është bisha? Perandëria romake, e cila është e katërt, e cila filloi nga viti 168, para erës sonë, deri te 476 erës sonë. Kurse vargu më tutje thot, Danieli ka vegimi, Zoti ja zbulon vegimet dhe ishta duke vërejtur brirët, kur jam midis prej tyre filloi të dalë një bri tjetër i vogël, para të cilët 3 nga brirët e parë u shkulen. Danieli 7:24, që do të jetë ndryshe nga të mëpashmit dhe do të rrëzoj 3 mbretërit. 10 brit janë 10 mbretër që do të dalin 7:24. Pra, nga perëndëria romake, Danieli 7:8 thotë dhe ja në atë bri ishin disa sy që i përngjanin syve të njeriu dhe një gojë që thoshte gjëra të mëdha. Danieli 7:8. Pra, në mes 10 brirëve, çfarë ndodhi? 3 u shkulen e nga ata 3 doli ky briri i vogël i ashtuquajtur. Danieli 7:25 thot, ai, ky briri i vogël, i cili pra doli në mes të brirëve, do të shqiptoj fjalë kundër shumë të lartit me qëllim që t'i shfaroste dhe do të mendoj të ndryshoj kohrat dhe ligjin. Këtu është ajo çështja saktësisht problemi pse 10 urdhërimet të cilët Zoti ja dha Mojsiut, i shkrojnë 2 pllaka guri me dorën e vet. Ju kujtohet, kemi folë të vera Babilonisë, ju lutem shikojeni videot në YouTube, te Pasia Adventiste më herët, urna vëlla u keni. Ja shpjegojmë pak popullit. Domethënë Danieli e ka pas një vizion edhe Zoti i ka tregu që që kja fuqia 4 që nuk ka ditë si me shkruat atë shtazën, që këta e kanë ditë leopardin, ariun, po kja konë qashtë njëshë që na kena vizatu si dinosaure, kena po këtu, po nuk mund me qenë si dëroz nuk di që ka po atë vizionin, po ka qenë shumë i rëndësishëm, edhe për qësaj fuqie dhe mon briri që do më thonë mbretërit, edhe për qësaj mbretërie del një briri vogël, po që kjo brirë nuk është si këta tjertë që është veç brirë, po ka sy edhe gojë, do më thonë, kjo do të më konë dëshka tjetër, nuk është një fuqi politike, po do të më konë një fuqi religioze. Është ta e cenca, tash na do të me ditë kush është që e fuqi religioze, edhe shka ka bo e fuqi për me ditë në ata manë që kush është. Ti e lexove që ka ndryshu kohët
e ka ndryshu ligjin, e tash do të vazhdojmë që ka bon e pet, a ka blasfemu, të shojmë në sene tjera që ka bon. Vazhdo. Ashtu është, po. Pra, ju kujtohet që të vera Babilonis, qëfar kishtë në kupin e lavirës me cilin idejit të gjitha kombet, apo jo. Dhe tëra çështja është meritat e pushtetit të Zotit Jezus, u zaventësuan me ato njerëzore shejtorët. Kjo është ajo çështja cila është mjerisht më e jo e duhur apo problemi i cili është më i madh. Cila teksti, ja? Po, në. Të cili teksti, të cili numëri e se unë nuk të shkak. Kush është briri i vogël? Kush është briri i vogël? Në të 38, vazhdo. Kush është briri i vogël? Është slajdi 38. Okej, ti tregojmë kush është që ky briri i vogël, që ky ka ndrëru ligjet, i ka ndrëru kohën, edhe ka blasfemue, do ta shohim ku ka ky. Hajde shpjegojmë, tash vazhdojmë që shpjegojmë. Pra, kush është briri i vogël? Danieli 7:23 thot, u ngrit pas, pika numër 1, u ngrit pas 10 brirëve, 1.2, u ngrit midis 10 brirëve, Danieli 7:8, mandej u ngrit nga dragoi, Danieli 7:23-24, ai do të shkull 3 bri, Danieli 7:8, dhe tha fjalë të mëdha, Danieli 7:8 dhe 7:25. Pika tjetër, thot, do të përndjek shejtorët, Danieli 7:21-25, mbretroj për një farë kohë, disa kohë dhe gjysmë një kohë, Danieli 7:25, mendoj të ndryshon të ligjin e Perëndis. Kjo, pra, çështja dhe problemi, do të rifillonte fuqinë e saj para fundit. Danieli 7:26-27. Super, tash vazhdojmë të zgjedhim këto pyetje. Ashtu. Pra, në mes të 10 brirëve doli një bri i vogël, të cilët në bazë të Danielit janë popujt e Evropës në atë kohë, cilët janë ata? Alamanët, që janë gjermanët, burgundët, që janë zvicranët, frankët, francezët, lombardët, italianët, saksët, anglezët, svesit, portugalezët, visigotët që janë spanjollët, kurse këta 3 tjerët nuk ekzistojnë. Pra, këto janë ato 10 bri, 10 mbretër, që nga e cila doli kjo superfuqi. Dhe çfarë thot këtu janë urna, po? Do më thonë, pishtënve 3-ve, Heruli, Vandas, Ostrogoc, janë shkatru shto 3, i ka shkatru dhe ka dalë që ky briri i vogël, do më i ka shkatru shto 3. E tash si na kina historinë, kina shumë dokumenta, do ta shohim kush është kjo fuqi. Vazhdojmë. Ashtu, ja pra një citat, çfarë thot historia? Nga libri Kisha dhe Kishat, faqe 43, 42, 43, thot kështu. Nga gërmadhat e perandorisë romake, është ngritur posaçërisht krijesa e re shtetërore, qendra e së cilës ishte karriga e papës. Për këtë shkak është ngritur në pozitë jo vetëm si e re, por edhe shumë ndryshe nga e mapashmja. Pra nga libri Kisha dhe Kishat, faqe 42-43. Enciklopedia Katolike, një citat tjetër, i cili thot kështu. Kisha, pasi që e ka ndryshuar ditën e pushimit prej së shtunës hebre, ose dita e 7 e javës, në cilën e para ditë e javës ka bërë që urdhërimi i tretë të jetë dita e shejtë e Zotit. Catholic Encyclopedia, volumeni 5, faqe 153. Mashtrimi më i madh mbar botror fetar kurdo në histori, pra është pikërisht ky. Pikërisht ky, urna, po. Po,
numër 1, pika numër 1, i ka ndryshu ligjet, i ka ndryshu ligjet. E ka hek tash ti napi ja lexoj, mos më mirë lexo ti, motër Diona, tregoj çka ka ndryshu për rreth urdhrat e Zotit. Ashtu. Pra, ajo se çfarë është ndryshu, është urdhra dytë, e cila është plotësisht është heq, pra heq, dhe urdhra e katërt është ndryshu. Çka thot urdhra dytë? Urdhra dytë thot mos ndërto figura, piktura, mos ju përul dhe mos i adhuro. Pra, idhuj, çka është jashtë biblike, çka nuk pranohet në Bibel, çka është krejt out, apo nuk është si duhet, kurse si. Që është blasfemi, është saktësisht jo moral, frymor, pra është kurveri e kështu me radhë. Urna, keni deshtë diçka me thënë? Atëherë vazhdoj me çështunën, urdhën e katërt, e ka ndryshuar komplet. Urdhra katërt, e cila thot të bie nërmend dita 7 për ta shëtruar, puno 6 ditë dhe kry punë tua, kurse dita 7 është e shtuna. Dhe kjo zamësu të bie nërmend dita diel e dita fes për të shëtruar, çka nuk është gjithashtu biblike. Çka nuk është biblike, dhe urdhëra vetë e cila u nda në 2 pjesë. Këtë dheqin e ka bën shumë interesant. E ka nda këtë dheqin 2 pjesë, mos ja merr gruan e të afërmit tanë, mos ja merr punën, mos ja merr këto e ka nda në 2 pjesë. Gruan e ka bën special, dheqin e ka nda mis me marr punën, është thellë, e kanë hek de facto këtë ligj, po mas keq me orë numër 4 për shkak se është remember, na kena për kujtimin e krijimit, nëse e dim kush e ka kriju qiellin e tokës, është numër 4. Nëse këta e ka hek dikush, aje e ka hek vetëm ai që nuk e don Zotit, për shkak se na për me ditë se kush e ka kriju qiellin e tokës është urdhri numër 4. Okej, vazhdojmë me këto tjera. Kjo është, do me thonë, e ma e madhja e keqe cila ju ka bo njerëzimit në religionat çka e thamë pares, mjerisht, dhe ja, një tragedi shumë e madhe. Pra, andaj kanë hy shejtorët me kohë të ndryshëm ky aj, dhe mjerisht pra janë zavendësu edhe çfarë thot historia. Në mes të intervalit të ditëve të apostujve dhe të themelimit të krishterë rritet dhe ceremonit për të cilët apostujt kur nuk kanë dëgjuar dhe dal nga dal, janë futur në përdorim dhe pastaj kanë kërkuar pozitën e institucioneve hynore. Nga libri Kisha e vjetër faqe 6. Pra, libri i vjetër faqe 6. Kjo është çështja dhe e keqja. Atëre e ka ndryshu edhe kalendarin, gjithashtu është, edhe kalendari është ndryshu, po. Na kena kalendarin Gregorian, që është papa Gregori 20, edhe kena kalendarin Julian, që është papa, simas është kalendari ortodoks që e përdore, që është aj pi papës e banë. Janë ndryshu ligjet edhe koha, koha është ndryshume. Atëherë vazhdojmë atëherë ta dim se kush është qaj që i ka ndryshu koha të ligjet. Kurse tek Zvulesa 13, vargu 8 thot kështu, dhe do të adhuroj të gjithë banorët e dheut, emrat e cileve nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit, që është vrarë që nga krijimi i botës, kush ka vesh le të dëgjoj, kurse tek e dyta Selanikasve kapitulli 4, vargu i 4, thot kështu, kundërshtari ai që lason veten mbi çdo gjë që quhet Perëndi ose objekt të adhurimi, aq sa të shkoj e të rri në tempullin e Perëndisë si Perëndi.
duke e paraqitur veten se është Perëndia. Vazhdojmë. Po, Vazhdojmë. në Papa Leo 13 ne mbajmë këtë tokë vendin e Perëndisë plotfuqishëm. We hold upon this earth the place of God Almighty. Pra kemi anglisht dhe kemi shqip. Çka natyrisht është e papranueshme, jo biblike dhe jo e saktë. Pra, këto problemi që njeriu e zaventësoi vendin e atij që tha unë do të jam me ju deri në fundin e botës, pra Mesisë së vajosur Zotit Jezus. Dhe jemi duke biseduar të dashur motra dhe vëllezër, miq të dashur, kemi temën numër 7. Kush është bisha, briri i vogël, figura e saj dhe çfarë është damka e bishës, si mund të mbrohemi. Zbulesa 13:6 thot, dhe ajo hapi gojën e vet për të blasformuar kundër Perëndisë dhe për të blasformuar emrin e tij, tabernakulin e tij dhe ata që banojnë në qiej. Kurse Gjoni 10:13 thot, judenjet u përgjigjen duke thënë, ne nuk të vrasim me gur për asnjë vepër të mirë, po për blasfemi, sepse ti duke qenë njeri e bën veten Perëndi. Një urna. Po keni? Domthon, i kanë rru ligjet, i ka zoom ligjet, çka kanë rru, kohën aty kanë rru, domthon kalendari është në rru, që nuk është ky kalendar, kalendari është i tjetër. Edhe plus blasfemon. Po na shumica popullit nuk dim çka është fjala me blasfemu. Na mendojmë se me blasfemosh me shaj dikan. Po jo, blasfemi nuk ka ashtu. Blasfemia ka diçka tjetër. E na për me nxjerr fjalën blasfemi, nxjerrim pi Biblën. Dhe Bibla ka shumë mirë të na thonë. Por Jezusi te Gjoni 10:33 judet ju përgjigjen duke thënë, ne nuk do të vrasim me gur për asnjë vepër të mirë, për blasfemi. Se Jezusi thot, sepse ti duke qenë njeri e bën veten Perëndi. Ky thot, unë i fali edhe mëkatet. Unë thënë Jezusi ti të blasfemuar, vetëm Zoti mund i fal mëkatet, ku kush tjetër. Domthon, që ka fuqi politike religjioze, pasa drejt edhe me fal mëkate. Vazhdojmë. Po, atëherë skribët dhe farisenjë filluan t'i arsitojnë duke thënë, kush është ky që thot blasfemi dhe kush mund t'i falë mëkatet përveç vetë Perëndisë, Luka 5. Kurse zbulesa 13:7 dhe ju dha t'u bëj luftë kundër shejtorëve dhe ti mund dhe u dha pushtet mbi çdo fis, gjuhë dhe kom. Pra, jemi duke folur për ngjarjet e fundit dhe bisha e cila del nga deti dhe bisha e cila del nga uji. Danieli 7:25 urna. Vazhdojmë. Danieli 7:25 thotë shejtori do të bien në duart e tij për një kohë, disa kohë dhe gjysmën e një kohe. Përndjekjet nga Perëndoria Romake janë të njohura, të shkruara në histori dhe mirë të ditura, e cilat kanë kushtu miliona njerëz jetrat e tyre për shkak besimit që ata kishin. Pra besimin në Zotin Jezus. Zbulesa 13:5 dhe ju dha një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi dhe ju dha pushtet të veproj për 42 muaj. Këtu e kemi një profetizim interesant dhe domethënës 42 muaj që janë barabartë me 1260 ditë, në bazë të Ezekielit 4:6
unë e kam dhënë një ditë për një vit, një ditë profetizuese për një ditë biblike. Si e llogarisim këto? Koha paraqet një vit që kanë 360 ditë, disa kohë, 2 vjet, apo 2 fishi 360-ve është 720, gjysmën kohë, gjysmën vitin, 180 dhe totali. Çka thot? Pra, nëse 360 plus 720 plus 180, që janë 1260 ditë apo vite, në bazë të profetizimit biblik që thot një ditë për një vit. Dhe cilat urna, adeshtë të shka në falë? Ta kuptojnë popli që nuk e monin vesh, është t'ja spjegoj pak, të në ndëgju. Kjo është në Bibël, të zbulesa ose Danieli. Edhe Danieli e spjegon që fuqia që tregon që do këtë çfarë vite, ku ka qenë, Danieli të spjegu ka bërë ta kuptojnë poshtë populli, edhe Danieli na tregon edhe datat. Aty është data 1260. Ose hebrejt e përmenin e kanë edhe sistemi i ato hebrejt, ku thojnë 42 muaj, do më 1260 ditë janë njësoj. 42 muaj, 1260 ditë, do më paralel është njësoj. Ata e përmenin 2 herë njëjtin sen. Edhe që kjo është për shkak se Zoti ja ka lënë këtë profeci Danielit me na tregu neve në kohën e fundit si ka me marrë dikur fuqinë politike përzime religion e ka me bë dëm vetë krishterëve. Mund t'i tregojmë për shkajnat e kallëzuna që profecion. Profecioni ka qenë dhe në 538 ku e ka marrë fuqinë për Justinianit Papa, që e ka marrë oficial, edhe ka pas fuqinë 1260 që i bjen vitin 1798. Në vitin 1798, Napoleon Bonaparte e merë papën në egzil edhe i vdes në front, ja merë fuqinë politike, jo religjioze. Nuk jena të full për religion, jena të full për politikë. Muan e ka marë fuqinë politike, kishët janë kanë qelë, kanë shku janë lutë gjinja normal, kur si ka thonë kur zho, po fuqinë politike ja ka marë unazën, ja ka thej, ka thonë ti kemi shku në egzil, dhe ka marë si në Burg, ja ka dhëtë në Francë, veç ta dini si informatë. Vazhdojmë. Apo, ashtu është. Pikri lexojmë nga libri Uriah Smith, True of Daniel and Revelation, faqe 546, pjesa e 3, i cili kjo është anglisht origjinali, kurse përkthimin e kemi këtu. Që të kuptojmë se çfarë është figura e papatit, ne duhet së pari të fitojmë një ide se çfarë përmban vetë papati. Zhvillimi plot i bishës ose themelimi i superiorit të papatit daton nga letra e hershme e Justianit, e cila hyri në fuqi në vitin 538. 538 të erës sonë. Duke e konstatuar papën, kryetarin e kishës dhe korrektuesin e heretikëve, Papa ishte një kish e veshur me pushtet civil, një organ kishtar që kishte autoritetin për të denuar të gjithë kundërshtarët me konfiskimin të pasurisë, burgim, shkatrim dhe vdekje. Cili ishte ky imazh përveç papati? Uriah Smith, Daniel and Revelation, pra faqe 546. Ja, ky është një citat shumë i madh dhe i fuqishëm, kurse zbulesa 13 thot, kush çon në tjetrin në robëri do të bjerë, kush vret me shpatë duhet edhe ai të vritet me shpatë. Zbulesa 13. Dhe çfarë na thot historia, vëllau Ken tregoj, nga enciklopedia amerikane, urna? Po këta që tregova, po lexoja të ndëgjojnë po. Po. Lexo. Ja e kemi përkthimin, shqip, në vitin 1798, ai, Bertieli,
bëri hyrjen e tij në Rom dhe zuri rob papen. Thot Enciklopedia Amerika nga viti 1941. 1941. Dhe kjo është e njëjta histori nga i njëjti citat, por nga libri Historia e Kishës, Kristian Vëllëimi 3, faqe 327, unë gjitë në fronin e papatit 538 pas Krishtit në mbrojtjen ushtarake të Bersiarit. E njëjta ngjarje e përshkruar nga libri tjetër dhe historiani tjetër. Pra, ky profetizim filloi në vitin 538, zgjati 1260 ditë, pikërisht na thot edhe Danieli edhe zbulesa, dhe përfundoi pra duke u plagos papa, saktësisht duke u zënë rob në vitin 1798, dhe zbulesa 13 thot dhe pash një ndër krerët e saj të plagosur për vdekje. Kemi Martin Luther, urna, po. Do më thonë, ta kuptojmë popli, pi vitit 1798, e kena që demokracinë asot, do më na demokracinë e kena marrë si model i revolucionit francez, Voltaire e ka pru. Më kërë ka marrë këtë pape në ka shtinë në exil, më ka i në burg, a i ka dek aty, edhe ka dollë që ka listë ka prava, shto ka ndërë këto drejtat e njeriut, ki drejt me boshta, këtë që ja demokraci ka dollë për qësoj date, që sa bukur Biblia në të regon. Profesionet e Danielit dhe profesionet e zbulesës janë qatë sakta, që është në normal kjo është. Kjo është për me Zotin në të nga të regu, krejt shumë detale, si ka marrë fuqine, si ka qenë e plagosune, krejt i kina të dokument. Vazhdojmë. Ashtu është. Pas përzëkutimeve të shumta të reformatorëve dhe vdekjes miliona krishterëve, që gjaku i martirëve rjedhte sikur se lumi e tjerë, pra ky është ai momenti i kësaj ngjarje kur papa u zën rob nga Napoleon Bonaparte dhe që në mënyrë figurative Biblia e thotë ju dha plaga vdekje prurëse, bishës e cila doli nga deti. Kurse San Francisco me Gazeta Kronik me 11 shkurt të vitit 1929 jep një lajm i cili pas 130 vitesh pyetja e Romës sonte ishte gjëja nga e kaluara dhe Vatikani ishte në paqe me Italinë. Ngjitja e autogratit të dokumentit që përkujdeseshin shëron plagën e vjetër. Nga të dyja anët u shfaq mirësjellje e jashtëzakonshme. Pra nga Gazeta San Francisco Chronicle 11 shkurt 1929. Që mënyrë urna, po. Në këtë qaj se ka shumë të gazet, a i shumë mirë e ka ditë zbulesën. A di pse? Pse e shkruan mirë. Dokumenti që për kuj të shëron plagën e vjetër. E na e lexuam pak paras që ka qenë e plagosur. Domthon, fuqia politike ju ka kthejë vitin 1929 papës. Domthon, Mussolini me Kashparin ja kanë kthejë fuqinë politike. E petë, populli do të më tregu se si na të fol për fuqinë religjioze, se na për religiozin a ketë në rregull. Po këtë të gjithë politika në religion atë është puna keq, për shkak se Jezusi na ka thonë, Zotit e pa Zotit, shka është Cezarit e pa Cezarit. E shtu është ai problemi, se Cezari o përzin në fe, e na nuk kena ditë çka të bëjmë, dhe me për shkak geopolitikës së tij, atëherë ban kompromise dhe na ban ndam në religion. Që ta na duhet më tregu, për shkak Biblia na tregon pse është profesioni i kësaj. Na duhet ta kuptojmë me rëndësi pse ato na thon Zoti. Atë në vitin 1929 e ka marrë fuqinë politike, edhe gazeta thot, plaga vjetër është shëruar, e ka marrë prej zbulesës këtë
tekstin. Preke, ashtu. Një teolog katolik romak pohon kështu. Shumë kohë më parë, kur Roma për shkak të neglizhencës të perandorive perëndimore, u lanë në mëshirën e hardhive barbare, romakët i u drejtuan një figure për ndihmë dhe mbrojtje dhe i kërkuan atij ti sundonte dhe kështu në këtë mënyrë të thjesht titulli më i mirë nga të gjithë për të drejtën mbretërore filloi sovranitetin toksor të papëve. Dhe duke u ngjitur me butësi në fronin e Cezarit, vikari i Krishtit mori skeptrin para cilit perandorët dhe mbretërit e Europës do të përkuleshin me nderim gjatë kaq shumë epokave. Thot zotri James Corney, American Catholic Quality View, prill 1911, dhjetra historian të kishës kanë thënë të njëjtën gjë. Për shembull, në perandorin romake, faza 1, papët nuk ishin pushtet toksor, por kur perandoria romake u shpërbë dhe vendi i saj u mor nga një numër mbretërish të vrazhd dhe barbar, faza 2, kisha katolike romake jo vetëm që u bë e pavarur nga shtetit në çështje fetare, por dominimi dhe çështja laike, thot zoti Carlon Papa dhe çështja botërore në Chicago University vitin 1937, faqe numër 1. Argumente ka shumë, pra shërimi i plagës vdekjepruese pas 130 viteve ndodhi pikërisht me këtë dhe gjithë dhe u mrekullua pas bishës, zbulesa 13:3, kurse tani shkojmë te pyetja e dytë, kush është bisha e cila doli nga toka dhe e cila e ndihmoi gruan? Por na vëlla keni? Kjo është, Zoti gjithmonë i ka tregu simbolet atij shtetit, por na krishterë që lexojmë Bibël dhe lexojmë profecionet, na tregon aman kur bisha e detit shkon në egzil dhe vdes aty, krejt krishterët i kanë hapë sytë e vesh kur del kjo bisha nga toka, se kur ata është e lidhëm te zbulesa bisha e detit dhe bisha tokës. Edhe ata i kanë hapë sytë e vesh kjo krishterë në atë vitin 1798, thoi, ky në egzil, ku vjen kjo fuqia tjetër? Fuqia tjetër zgat shumë as 2 vjet dhe fill mirë atë se kush është. Vazhdoj. Okej. Pra, shkojmë të zbulesa 19, vazhdojmë, se jem të zbulesa 13, tash vazhdojmë të kapitulli 10, kapitulli 13, por vargu 19 e tregon tani bishën e ashme, e cila thot kështu: pastaj pash një bish tjetër që ngjitej nga dheu dhe i kishte 2 bri, i ngjanë atyre të qengjit, por fliste si dragoa. Kemi bishën e parë, ka një trup 10 krerë, kurse kjo tash është krejt ndryshe, nuk del nga uji, por del nga dheu, dhe ka një pamje normale si një bizon, por i ka brit e kingjit dhe fliste si dragoj. Ja, kjo është bisha e parë e cila del nga uji, dhe kjo është bisha e dytë që të shihet, që të shohim, kështu bukur dhe qartë, besoj. Dhe pyetja kush është dragoj? Zbulesa 12 9 thot kështu: identifikon me Satanin, por ai punon përmes agjensive njerëzore. Dragoj punon përmes Romës pagane të provoj të shkatroj Jezusin dhe në mënyrë zyrtare provoj të e vras foshtin Jezus, qeveria e dënoi Jezusin, ekzekutoi vdekjen e tij, vendosi ableme në varrin e tij, vendosi rojën pranë varrit. Urna, Biblia kur thot fol si dragoj,
do me thonë që kja fuqi ka me ka me vras, Dragoi nuk i donë krishtere, ka me mytë gjinë, ka me mytë. Këtë falë, është simbol që a i mytë. Bërën sapë, kja i ka dy bri, është si qenjë, është një shtet politiko-krishterë, me thonë se qenjë është simbol i krishtit, po, falë si Dragoi, mytë kë. Ky mytë, edhe pse është krishterë kja shteti. Shkak se ka simbolin e qenjit, qenjë është simboli i Jezusit, dy brina i ka dy politika, i ka dy parti politike në atë shtet, që na do të shohim kush janë. Edhe qenjin e dim shka do me thonë qenjë është Jezusi, është simboli i krishterëve, po me folë si Dragoi, do me thonë, pika e petin atë përme, kjo është i në të folë për religionin e politik, mos kopton dikush diçka tjetër, për shkak se Bibla aty të rënë treguneve, ai person që është krishterë, përzihet politika, ai nuk është më krishterë, ai mund të thonë çka don, mund të thonë vetë papa, më kush don më thonë, kur përzihet politika, ai s'ka lidhje me Jezusin. Çfarë do të na kallëzoj ky Bibla dhe profecioni. Na do të mi kallëzoj popullit se nuk ka lidhje me krishterë, por ka lidhje me personat që e marrin fenë në politikë. Shumë thjesht. Ata mund me bëjë kushi, s'është me rëndësi se është ai, mund me bëkon jevrej, mund me bëkon arab, thot jam krishterë dhe him politikë dhe lun lojën. Okej, vazhdojmë. Okej. Pra, si përgjigjen Shtetet e Bashkuara Amerikës pikërisht me këtë bishën e dytë që doli nga dheu? Çelësi numër 1, pika numër 1 është se është ngrit në kohën e saktë, pikërisht në atë kohë kur doli shteti i ri, pra që i dim si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ujra, deti në Bibël paraqesin popullin, ndërsa toka paraqet vendin e pabanuar. Kjo është me rëndësi të kuptojmë çelësin. Uji paraqet njerëzit, popullin, kurse toka paraqet vendin e pabanuar. Çelësi numër 2, po urna, keni? Amerika ka qenë e pabanuar. Kur kanë nik krishterët pi perzekutimit të religionit e politikës që ka qenë bashkë në Evropë, i kanë rrë shumë, kanë rrë me miliona. Atëre këta kanë ikë në dy vene, o në Australi, o në Amerikë, edhe disa kanë shku në Afrikë, po mas shumë të politanet e këta, shumica, kanë ikë në Amerikë. Edhe kur kanë i në Amerikë, e kanë formu shto ligjet që ka Amerika, mas mu përzi kisha me shtetin për shkak se e din që kanë vujt, e din shkreti që kanë ikë. Edhe toka ka qenë shpas ku kanë orë, janë konë disa indianë aty, po s'ka pas shumë. Edhe toka i kanë dimu, i kanë dimu kësoj gruje që e lindë fëminë. Sa është simbol, se kur lindë fëmija ka lindë kisha e re, kisha i bjen fëmija është i simbol, a Jezusi ka lindë moti, është i simbol i Biblës, edhe toka ka pështu njëherë kishën, edhe aty rrinë edhe drejtat e njeriu që i ka Amerika nuk e ka kush në botë. Në botë, që e ki po, para 3 ditë është bëhë guverneri i New Yorkit musliman. S'ka drejtët më mirë që Amerika i ka. Bënë stop, janë 6 drejtat e forta, 6 mira, që nuk e lejojnë, kanë drejta krejt, mira, nuk e lejojnë religionin mu përzi në politikë. Ata kanë ditë që kanë vujtë shkretit. Që ta i ka 2 brina, e kanë republikant edhe demokrat. I kanë 2 fuqi. Ata kanë luftu këto në mëzveti, në vitin 1800, që ka luftu veriu kundra jugut, adish? Kanë bo luftën në mëzveti. Ata ka fitu këj veriu, edhe kanë bo, bashkë kanë bo, edhe sot janë 2 fuqi, gjithmonë njerë fiton ky, njerë fiton ai. Edhe po është fuqi krishtere. E tash vazhdojmë si ka me bërë të fuqi. Do të shojmë. Si flet një shtet. Ashtu. Do me thonë, si flet një shtet. Një popull flet përmes ligjeve të institucioneve të vetë parlamentit apo qeverisë. Kjo është mënyra se si flet një shtet. E pikërisht, kjo është ajo çka e tham pak më herët.
Dhe qesi numër 3, si përgjigjet Bisha e cila doli nga toka për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qesi 3 është përshkruar si komb i ri, dhe liria e cila u fitu aty, pra është shtet demokratik, ashtu si që e tham, dhe me drejtat e barabarta, dhe lexojmë amandamentin e parë të Kushtetutës, i cili thot Kongresi nuk do të bën ligje sa i përket themelimit të religionit ose ndalesa për ushtrimin e lirisë së tij. Amandamenti 1 i Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe me qenë se thënë në zemrat të çdo qenie njerëzore ekziston malli, dëshira për liri, pikërisht me qinda mia e nuk e di sa refugjat nga Evropa, nga tërë vendet erdhen në shtetin e ri, dhe kështu në mënyrë simbolike Bibla thot toka e ndihmoi gruan apo kishën, apo jo? Dhe kjo është e bukra, e mira, e thellë dhe e vlefshmja që solli një ndryshim jashtëzakonisht të madh, dhe gruaja e cila e ndihmoi kishën. Lexojmë citatin e deklaratës së pavarësisë, e cila thot ne do të mbështetemi në të vërtetë të jemi të ndërgjegjshëm, kështu që çdo njeri është i krijuar i barabartë nga krijuesi i tyre me të drejtat e barabarta për jetë, liri dhe mall për lumturi, deklarata e pavarësisë. Që është shumë e madhe dhe e vlefshme, për cilën falem pak më herët, apo jo? Vazhdo. Po. Kushtet zbulesa 13:2 thot ajo ushtronte gjithë pushtetin e bishës së parë përpara saj dhe bënte që dheu dhe banorët e tij të adhurojnë bishën e parë, së cilës i shërua plaga vdekje prurëse. Zbulesa 13:12. Kurna. Tash është serios puna. Domthon Shtetet e Bashkuara Amerikës e marrin ligjin e bishës së parë, që është papa politik, jo religios. I na të folë edhe herë, i na të folë për religios politik. Domthon e marrin ligjin që e kalon Justiniani 538. Amerika sot, tash nuk di janë ndodh për 5 vjet a 10 vjet sipas Biblës, ka me marrë njëjtin ligj që e ka bë papa në 538 kur e ka marrë fuqinë politike, që i ka myt as vetë zinsa. Njëjtin gabim ka me marrë Amerika. Për shkak se Amerika don fuqinë politike edhe fuqinë konservative, domthon religjioze mi bë bashkë. Të na ka dhënë neve Bibla se ne jemi menë në të ardhmen, edhe në të thonë herë, kja ka me ndodhë Amerikë. Domthon na tregon se që ka fuqi, s'ka me ditë se në ligj me marrë, e shkon e merr ligjin çka ka bë papa në vitin 538. Jo më shku me marrë diçka të mirë pi Biblës dhe turrat e Zotit, shkon e merr më të fortin. Edhe shkon edhe qita e bjen në Amerikë. Domthon e atakon drejtat e njeriut që i ka Amerika, dhe adamentin e shpresë e lirë, i atakon ato 5 ligjet janë shumë kryesore. Domthon kjo do na tregu. Aja ushtron gjithë pushtetin e bishës së parë, në bisha parë të detit, përpara saj dhe bënte rregull dhe banorët e tij, domthon këtë banorët e rregull, ta adhurojnë bishën e parë, domthon ta adhurojnë. Nuk është adhurim, do më thonë se thashë se kemi dush më bë katolik, jo, po adhurojnë ligjet asaj bishës. Domthon me respektu. Ai s'ka faj kisha katolike, aja ka qenë përpara. Po ky shkon e merr bashkë atë ligj. Unë e merr më të keqin çka ka ekzistuar. Vazhdoj. Po. Dhe bën shenja të mëdha, sot që edhe zjarr të zbres nga qielli, mbi dhe në prani të njerëzve dhe mashtronte banorët e dheut, me anë të shenjave që ishin dhënë për të
bërë para bishës së cilës i ushërua plaga vdekjeprurëse. Zbulesa 13, 13, 14. Pra, bënd të shenjat të mëdha para njerëzve, që të mashtronte stili i ndërtimit është i njëjtë, pra, si bishës së parë, ashtu edhe bishës së dytë, çka është shumë interesante dhe me rëndësi, kurse vargu 15 te zbulesa 13 thot, dhe ju dha një frym figurës së bishës, aq sa figura e bishës të fliste dhe të bëj që të gjithë ata të cilët nuk e adhurojnë bishën të vriteshin. E figurën e saj të vriteshin. Kurse nga gazeta Liberty, maj qëshor, vitit 1980, faqe 8, thot, nëse të krishterët bashkohen, ne mund të bëjmë gjithçka. Ne mund të shkëpusim çfarë do ligji ose amandamenti. Çka në të cilin vërtet kemi qëllim të bëjmë. Kjo pikërisht që e tha vllau Keni, pra ne të krishterët kur bashkohem mund të bëjmë gjithçka, mandej të vendosim ligje, çfarë edhe kemi qëllim të bëjmë. Kurse Bibla parashikoi rrezikun e lirisë sonë kur religioni dhe shteti bashkohen. Kurse shefi i drejtësisë William Rehusit thot muri që e ndan kishën nga shteti në SBA është metaforë e bazuar në histori të keqe, metaforë që dëshmon shtëpinë gjerë tek gjyqi do të jetë e hapur dhe e pashmangshme siç kishte shkretuar. Kurse çfarë do të thotë figura e saj, apo sikurse ajo. Te Zanafilla 1:6 lexojmë ta e bëjmë njeriu sipas shëmbëtyrës sonë në ngjasim me ne. Pra, diçka kopje e diçka tjetër. Kurse Eksodi 24 thot, nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëtyrë të asnjë. Më shta që e thash, që kjo është e figura, do më një ka njëjtat shpia, që duket është shpia bardha dhe edhe ka Bazilika Shën Pjetrit. Pash më interesant, inxhinieri i bazilikës është e ka bëllë që ta Capitol Hillin. Që ta thirët shpia bardha thirët Andrew White. Andrew White e kjo thirët Petër. E Petri e ka pas vllavin, e vaj vetë e ka semin Andrew. Edhe shto është bëja kombinacioni. Se e kanë vllavin e vetë në Amerikë, Andrew. Edhe që kja imigji, që kja figura, nuk do me thonë vetëm që e kanë figurën e njëjtë të shpjeve, po e marrin edhe ligjet, të figurës e detit, figurët e saj. Ata i marrin ligjet që kanë qenë shumë të ashpra. Ka me pas si ligjet të ashpra si në mujtë me dëru atë ligje. Ka marrë edhe gjithësi shpejtësit madhe që Amerika ka me bën një ndryshim qast madhe si kena me besu në me sy që ka me bën. Mund du të mjenu shumë menën që Biblia të nga të regu dhe të jenim shumë menën se që ka me ndonë. Por në. Ashtu është. Çështja finale do të jetë rreth adhurimit dhe lirisë ndërgjegjës. Adhurimit dhe lirisë ndërgjegjës. Kemi disa citate përpara, ato që ka e thamë parës perandori Napoleon Bonaparte, a kishte dhënë tashmë urdhrin që të mos zgjidhej një pasardhës. Është interesante të vije re se si historianët e parashkrujnë plagën vdekjepruese të vitit 1798. Ata përdorin gjuhë shumë të ngjashme me atë të zbulesës 13. Le të marrim disa shembuj. Papati ishte zhdukur, nuk ishte mbetur asnjë gjurmë me ekzistencës së tij dhe midis të gjithë fuqive katolike, romake, asnjë gisht nuk u lëviz në mbrojtje të tij, sepse nuk ishte në mbrojtjen e shtetit. Qyteti i përjetshëm, pra Roma, nuk ishte një princ apo pap, peshkopi i tij ishte një rob dhe po vdiste në tokë të huaj dhe dekreti ishte shpallur tashmë se asnjë pasardhës nuk do të lejoj në vendin e tij, thot zotri George Trevor,
libri Roma, nga rënja e Romes perëndimore, faqe 439 dhe 440. Nuk është çudi që gjysma e Evropës mendonte se vetoja e Napoleonit do të zbatohej dhe se papati ishte i vdekur, thot zotri Joseph Reckley Langsone mbi historinë e fesë, papati modern vëllimi 3 faqe 1. Turma njerëzish imagjinuan se papa ishte në prag të vdekjes dhe pyeten a do të ishte Piu i 6, papa i fundit, dhe nëse fundi i shekullit të 18 do të sinjalizohet nga rënja e dinastisë papale, thot hiti gjithë drama papale viti 10. Një citat tjetër nga Ellen G. White, Drenusha Bari, si që themi ne, Great Controversy, thot le të hiqen kufizimet e vendosura tani nga qeverit laike dhe Roma të rivendoset në pushtetin e saj të mapashëm dhe shpejt do të ketë një ringjallje të tiranisë dhe përsekutimit nga ajo. Pra, nga libri Konflikti i Madh, faqe 564. Kurse nga njëjti libër, faqe 440, 440, pyetja cili kombi botës së re po ngritej në pushtet në vitin 1798, duke dhënë premtime forse dhe madhështie dhe duke tërhequr vëmendjen e botës, zbatimi i simbolit nuk lë vendin për dyshim, një komb dhe vetëm një përmbush specifikat e kësaj profesie, ai tregon padyshim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot nga konflikti i madh, faqe 440. Orna. Domthon çtash ka i thash, domthon ata kur ka ndodhur viti 1798 që papa shkoi në ekzil, ata këto ofisierë kanë hapur kur del ka bisha nga toka. Edhe tamam deri viti 1700 kena datën këto, në vitin 1798 Independence Day United States, edhe fillë e marrin vesh se është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se shumica këto profesionit i kanë kontrollu përpara, e kanë ditë çka janë simbolet. Edhe këta na tregon Bibla se bisha e detit lidhet me bishën e tokës. Ato janë çat fuqi marrin njëri me tjetrin. Vazhdoj. Ashtu. Tani kemi pyetjen të shohim se çfarë është vula e domkës. Çfarë është vula e domkës? Flitet për këtë, kurse Bibla thot ato që ka e lexuam Angeli dhe Angeli 3 shkoi pasur duke thënë me zë të madh, nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj, do të merr domkën mbi ballin e vet dhe mbi dorën e vet. Çfarë është domka? Dhe cilat janë veçoritë, i kemi 7 veçori përpara, si të identifikojmë domkën. Veçoria parë, vjen nga deti, nga pushteti i Romës pagane. E dyta, pika numër 2, do të jetë sistem i adhurimit mbar botëror. Pika numër 3, do të flet blasfemi. Pika numër 4, do të jetë fuqi përzekutuese. Pika numër 5, do të mbretroj 1260 vjetë, çka e shpjegoj më herët. Pika numër 6, plaga vdekjepruese e bishës do të shërohet, çka e shpjegoj gjithashtu, dhe pika numër 7, numri i saj do të jetë 666. Këto janë 7 veçori. Po. Kemi përpara tabelen e një tabelë interesante, cila ka shumë çka në vete, duke filluar nga viti 1798 dhe mandej kemi vitet e tjera, sikur që viti 1844, mandej më vonë 1888, edhe shkojmë në kohën e tonë deri në fund. Vllau Keni, a mund na Na këtu ina për momentin të
Sight of the Sunday Law, na 8:20 që këtu, ti të regojmë popullit, kuena për momentin, 2001 që ka kalu që janë rëzu këto dy binjoket, atërina të the sign, shaja e ligjit të bidjeles, qëtujna afer, fuqia politike, religioze që do të mirët, vajina te që kja ko. Për një 2 vjetë do të ndalë, kja 3 vjetë që do të mirët që kja fuqia politike, religioze që të bëhen bashkë. Ashtu. Pra, jemi pra duke folur temen e 7, koha është duke u afru, duke në mbarim dhe pyetja e cila është çka është vula e domkës dhe si do të merret ajo në dorë ose në ballë. Ka fjalë shumë flitet për çipin, për hollat digital money. A është kështu vëlla Keni urna? Kjo është e gabimi dhe herë Biblia fol shumë qartë. Vula 666 ose vula që është në dorë ose në kry, nuk ka lidhje me çip, as pare digjitale, po ka lidhje me adhurimin. Është problem adhurimi. Këto është na kena me adhuru diçka që është simbol i qësoj bishë që e ka marrë autoriteti është i ti. Kjo është aja 666. Për shkak se është sistem, kja ne të folë për një sistem, ne të folë për shembull që edhe herë për përsëris. Nuk janë të folë për popull, për persona që dojnë Zotin, që lutën as për Krishtin katolike, as protestante, na jena këtë këto. Edhe herën të përsërit. Janë dina të folë për një fuqi politike religioze. E merr religiozin, e shfrytëzon, ban geopolitik, rën, ep ligje të shtira. Pa i nuk është krishter. Pa i mund me dalë ju me adhuru. Po sa krishter ai? Qa krishteri është ku tep ligje fol si draguj, draguj këtë fol me mytë. E të kuptu, që kjo është kita esenca që ta kuptojnë vinja se Biblia nuk o të folë për religionit, për shembull, për familjen teme, ose një prif që kena në për kisha, ose një pastaj ju, atë në vllaznit tonë, atë lutën, atë në religios, me gjithë zemër e dojnë Jezusin, edhe besojnë në Bibel, po nejna të folë me një fuqi politike religioze, geopolitike religioze, që më shefët në religion, nuk i interesën absolut, ai për me ba, për shumë kompromis me islamin, i thot, s'ka problem, apo thu se Jezusi nuk o Zot, s'ka problem, veç ta bëjmë kompromisin. Nuk i interesën, që kjo është aja që ne t'ju spjegu, dhe që kja ka me bo domin është, edhe kontrollon, është mbikëqyrjen e Satanit, nuk mund më konë mbikëqyrjen e Zotit, Zotit nuk e lejon me bo ajgare me Jezusin, me ligjit e tij. Është mbikëqyrjen e Satanit dhe e ka autoritetin e tij, edhe e ka autoritetin e adhurimit e tij. E na do ta shohim çka ka adhuru, çka ka menuaj, na dim çka ka ndru, por na duhet mi kallëzu dhe çka do të thonë që ka vula është adhurim. Ai ka një ditë që thotë është dita eme, edhe ai e lip çat ditë më adhuru. Dhe ke që këtë sistemi 666 që janë tri fuqi, e ki fuqinë frymore të Satanit, e ki atër bishën nga deti, atër e ki bishën nga toka, atë trijat e kanë simbolin e adhurimit të njëjtës ditë. E na do ta shohim kush është adhurimi i ditës së Zotit, atëherë e kuptojmë edhe kush është adhurimi edhe vulës së damkës. Pra, siç e tha vëlla Keni, çështjet kyçe janë rreth adhurimit, adhurimi krijuesit apo adhurimi bishës. Këto janë dy pyetje që janë shumë serioze dhe domethënëse. Pra, Jezusi ka thënë, unë do të sjell ligjit e mia në mendjet e tyre dhe do t'i shkruaj në zemrat e tyre dhe do të jam perëndia e tyre dhe ata do të janë populli im. Hebrejve 8:10. Dhe vula e Zotit pra është dita që na e përkushtojnë kopsht e denit dhe ja dha njeriu, jo një populli, jo një konfesioni. Pra, as hebrejve, as basisë adventiste, por njeriu. Urna, voken. Tash, ka dhe ka dole të rëgoj poplit që ka vula Zotit.
Ashtu. Shka do më thonë, ku e kena, ku shkruan sa është vulla, dimire se po se din shka vulla zotit. Po. Pra, vula që të jetë vule, cilat janë elementet e saj që mund të jetë vulja. Duhet ta ka emrin, titullin, veprimtarin dhe teritorin e veprimtarisë. Këto janë elementet që duhet t'i ka çdo vule, përndryshe nuk mund të jetë vule. Duhet ta ka pra emrin, se si quhet, duhet ta ka teritorin ku punon dhe vepron dhe titullin, çfarë pozite ka. Kurse si është dita e shtunë, çfarë thot? Të bie në mend dita 7 për ta shpejtruar, puno 6 ditë dhe kry punë tua, kurse dita e 7 është e shtuna. Atë ditë mos puno as ti, as biri jote, as bia jote, as i huaji. Pse? Sepse Zoti për 6 ditë punoi, kreu qiellin dhe tokën dhe ditën e 7 ai pushoi. Pra, ja i kemi elementet të gjitha, emrin, titullin, veprimtarin. Andaj, urna. Edhe tregon se është krijuesi i qiellit, të tokës, së ujrave të peshme. Ashtu. Këtë komplet, ai thot, unë jam Zoti që kam kriju qiellin, tokën, ujrat e peshme. Unë e kam lënë që ditë. 6 ditë bani çka doni, ditën e 7 keni mu taku ju me mu. Jo 6 ditë unë me fol me mu në telefon, thot. Po mu taku me mu, keni mu taku shtunën. Ashtu. Andaj thot Jezusi e shtuna bë për njeriu e jo njeriu për të shtunën. Përkundrejt, originalit, gjithmonë armiku, satanai, djalli i drejtë që bën falsifikat. Dhe ai bëri një ditë tjetër duke ja kushtu jo krijuesit, po krijesës që është njëri dita e dille, për cilën zbulesa thot është domka e bishës përkundrejt vulës së Zotit. Kjo është shumë e thjeshtë, shumë e qartë dhe urojmë dhe dëshirojmë që vëllezërit dhe motrat tonë ta e kuptojnë, ta e besojnë, se shtunja nuk është as e hebrejve, as e adventistave dhe nuk është e parëndësishme. Është e rëndësishme me qenë se Zoti e ka veçu, shejtru, beku. Andaj ju lutem ta marrim seriozisht dhe mua më vjen mirë që në kohën e fundit njerëzit parashtrojnë shpesh pyetje dhe për rreth kësaj çështje dhe fillojnë të mendojnë thellë ma thellë. Kurse pyetja numër 4 kemi: kush do pije nga zemrimi i Perëndis dhe mundimi i tyre ngjitet në shekujt të shekujve. Thot vargu 10 që zbulesa 14 do të pije dhe ai nga vera e zemrimit të Perëndis që është derdhur e përzier në kupen e zemrimit të tij dhe do të mundohet me zgjarrje shufër përpara engjëve të shajt dhe përpara qengjit. Dhe tymi tyre do të ngjiten në shekujt të shekujve dhe nuk do të ketë prekje ditë e natë, ai që adhuron bishën dhe figurën e saj dhe kushdo që merr domkën e emrit të saj. Kemi tepologjin, urna. Këtu po na tregon se çaj person ose çdo gjë që e adhurojnë bishën dhe e marrin vulën e saj, që është dita e adhurimit, ditë e diel, më mirë për ju thamë, kështu shullë shqipt, pse e ka marrë si pjesë e adhurimit si dita e diel nuk është dita e autoritetit, po nëse ti e ki autoritetin tanë, do mund të s'doni autoritetin e Zotit me pas pushim, se shabat do mund pushim, do mund që ka fuqi e ka pas autoritetin e Zotit, po nuk e ka dashur, e ka marrë autoritetin e vet. Kur e ka marrë autoritetin e vet, tash ti ku ta kishit autoritet, ti s'ke me pas as ditë, as natë pushim. Ti ki mu shkatru. Për shkak se ti jetë në Zotin, mu me pas pushim. Pse thot, 6 ditë, ditën e 7, ta kam lënë ditë pushimi, mu takuti me mu, për me të kompletu në krijim ty. Të mund të qatë minut, këtë shkish ti në pushim të Jezusi, ti je i kompletu në krijim. Po ti si të dosh me hitë e 7-shja, ti po dëmenet e 6-shja, e atëre, që dhe tymi mundimit të tyre në gjitën dhe sheku të sheku dhe nuk do të kenë prerje, do më hanë pushim, që ka prerje nuk më përqeni që ka fjallë, i bjen original pushim, dit e natë.
Kja fuqi nuk dënë me të pa, ty me po kështu. Domthon frymore. Që ata është vula e ti. Se vula e Zotit ki pushim. Se thot 6 ditë, 7 ditë ki me pushu me mu. Mund të ki mu taku, 6-7 ditë ki me mu taku, ki me lyp me shka dush. Vazhdo. Ashtu. Pra kemi tipologjit e shpëtimit në kohën e Mojsiut. Lexojmë Ekzodi 5, bashkë kësaj Mojsiu dhe Aroni shkuan te faraoni dhe i thanë, kështu thot Zoti Perëndia e Izraelit, lere popullin tim të shkoj me qëllim që të kremtoj për mua një festë në shkretir, kurse vargu 2 dhe por faraoni përgjigj, kush është Zoti që une duhet t'i bindem zërit e tij dhe ta lë Izraelin të shkoj. Une nuk e njoh Zotin dhe nuk kam për të lërë Izraelin të shkoj. Pyetja pra që parashtroj kush është Zoti, nuk do ta dëgjoj. Unë kam rregullat e mia, kam mënyrën e jetesës, shpëtimit, unë du me bo qysh du unë vet, mu nuk më intereson Zoti. Tha faraoni. Faraoni që ka qenë pagan, që nuk ka dashur me besu mrekullitë e Zotit, përkundrejt të gjitha atyre se çfarë ka ndodhur, mrekullitë që ka ndodhur. Urna. Këshirën e mirë tipologjin e Eksodusit, është shumë e njëjtë me kohën e fundit. Pse? Jenë mujty, thot faraonit, me në shumë popullin, Zoti më ka thonë se ka me dalë jashtë e mi fislu shtunët e mia. Faraoni thot, kush o Zotit? S'ka shtunë keni me punu non-stop, një mirë, ditë të natë me punu. Si interesant punë. Edhe kjo thot, vërë të popullin me dherë, thot, jo, s'mi interesant. A jo? E tash vazhdojnë, shka vazhdojnë? Vazhdojnë plagët. Tash të vazhdojnë plagët. Qërë është të ndronë? 1, 2, 3, 10 plagët. A ka me ndonë edhe njëherë shto plagët? Normal se ka me ndonë. Të mënë është e njëjtë tipologjia. Ven 10-ve ka me ndonë dhe 7 në kohën e fundit. Edhe njëjtë problem ka me qenë, e shtunja. Mojnë në menë. Shtunja ka qenë të Eksodusi, shtunja ka me qenë edhe në kohën. Ashtu. Pra Ekzodi 5:4 thot, dhe mbreti i Egjiptit u tha atyre, pse vallë Mojsiu dhe Aroni e largojnë popullin nga puna e tij, kthehuni në mendimet tuaja. Kurse vargu i 5, faraoni tha përsëri, ja tani populli i vendit është i shumt dhe ju doni që ai të ndërpres mundimet e tij, doni të pushoni të shtunën. Dhe ashtu si që tha vllau Keni, në Egjipt i kishin 10 plagat dhe tani kurse tani në kohën e fundit do t'i kemi 7. Pra kemi gjakun i cili është shndru në ujin i cili është shndru në gjak, kemi bërkocat, kemi mushkonjat, mizat, ngordhja e baktis, ulqerat, breshrit, i kemi bretkocat, errësiren dhe vdekja e paralindurve. Dhe kjo është pra tipologji, është përgjigja e Zotit kundërshtarëve të ligjit të tij, apo kundërshtarëve të ditës së 7 me plaga të cilat ishin në Egjipt, të cilat mjerisht do të përsëriten edhe në kohën e fundit. Psalmi 105 thot, pastaj nxori popullin e tij me gëzim dhe njerëzit e tij të zgjedhur me britma gëzimi, dhe u dha atyre vendet e kombëve dhe ata trashëguan frutin e mundimit të popujve, me qëllim që të respektonin statutet e tij dhe të bindeshin ligjeve të tij. Aleluja. Cili ishte testi i bindjes? Pra e tham, Ekzodi 16:4, Zoti i tha Mojsiut, ja unë do të bëj që të bjerë mana mbi ju nga qielli, dhe populli do të dalë çdo ditë për të mbledhur racionin e ditës, sepse unë dua të vë në provë për të parë nëse do të esni ose jo sipas ligjit tim. Ekzodi 16:26, mbledhni 6 ditë, gjatë 6 ditëve, sepse ditën e 7 nuk do të gjeni më. Urna. Që kjo është ai testi që ka me ndodhë edhe në fund të kohës, ku na tregon para se marrë ligjet e Mojsiut. 10 ligjet e Mojsiut është Ekzodi 20.
Ina të folë për Zotin dashmëri, ka forca në ligje, po Zoti i jep test popullit të Izraelit. E në qonë manën, prenën, po të shtunën i përvën, shka po bojnë? Pse? Pse a i ka interesu dita pushimit, ja ka interesu e shtunja, për mi mësu popullin. Edhe na kena me pasi testin e fundit, lajmin e 3 engjëve në të folë, tes bulesa. Më këta letysh lajmin nëmër 1, është të folë për që shtunë. Na kena shkute 3-ta, se kanë vëzhgu nishin, as 2-shin, ta shkuj 3-shi, këj me në s'ka më fund, pse 2 herë ka lajmi, se keni vëzhgu, mos i keni ndëgju, se keni marrë zemër, edhe këj 3-ti mos është hazër, vish janë mbyll librat, se thëjnë ata. Edhe vazhdojmë me plagët. Po, plagët janë të zbulesa 16 dhe tani do t'i lexoj. Pastaj dëgjova një zë të madh nga tempulli që thoshte të 7 engjëjve, shkoni dhe derdhni mbi dhe kupat e zemrimit të Perëndisë. Vargu 2. I pari shkoi dhe i derdhi kupën e vet mbi tokë, dhe një ylqer e ligë dhe e dhimbshme goditi njerëzit që kishin damkën e bishës dhe ata që adhuronin figurën e saj. Pastaj engjëlli i dytë e derdhi kupën e tij në det, dhe u bë gjak si i një të vdekuri dhe çdo qenie e gjallë në det vdiq. Dhe engjëlli i tretë e derdhi kupën e tij në lumej dhe në burimet e ujrave dhe u bë gjak. Dhe dëgjova engjëllin e ujrave duke thënë, ti je i denjë o Zot, që je, që ishe dhe që do të vish, i shejti që gjykon këto gjëra. Ata kanë derdhur gjakun e shejtorëve dhe të profetëve, dhe ti u dhe atyre të pinë gjak, sepse është shpërbimi që ata meritojnë. Dhe dëgjova një tjetër që thoshte nga altari, po o Zot, Perëndi i plotfuqishëm, gjykimet e tua janë të vërteta dhe të drejta. Dhe engjëlli i katërt e derdhi kupën e tij mbi diellin dhe u dha atij të djeg njerëzit me zjarr. Dhe njerëzit u dogjën nga një nxehtësi e madhe dhe ata blasfemuan emrin e Perëndisë që ka pushtet mbi këto plagë dhe nuk u penduan për t'i jep lavdi atij. Nuk u penduan për t'i jep lavdi atij. Dhe engjëlli i pestë e derdhi kupën e tij mbi fronin e bishës dhe mbretëria e tij u mbulua me terr dhe njerëzit kafshonin gjuhët e tyre nga dhimbja. Dhe blasfemuan Perëndinë e qiellit për shkak të dhimbjeve të tyre dhe ulqereve të tyre, por nuk u penduan për veprat e tyre. Pastaj engjëlli i gjashtë e derdhi kupën e tij në lumin e madh e Eufrat dhe uji i tij u dha për të bërë gati udhën e mbretërve që vijnë nga lindja e detit. Dhe poshtë të dilte nga goja e dragojit, nga goja e bishës dhe nga goja e profetit të rem, 3 fryma të ndyra që i ngjanin mbretkocave. Sepse në fakt janë frymat e demonëve që bëjnë mrekulli, që shkojnë te mbretët e dheut dhe të gjithë botës që të mblidhen për luftën e ditës së madhe përpara Perëndisë së plotfuqishëm. Dhe ja unë e vi si vjedhës lumaj që rizgjuar dhe ruan rrobat e veta që të mos ecë i zhveshur dhe të duket turpi i trupit të tij. Dhe i mblodhen në një vend që hebraisht quhet Armagedon. Pastaj engjëlli i 7 derdhi kupën e tij në erë dhe doli një zë i madh nga tempulli i qiellit, nga froni, duke thënë, u bë. Atëherë shkrepen zëra pëvullima dhe vetvetima dhe u bë një tërmet i madh që i tillë nuk ishte bërë sikurse që kurse u bën njerëzit mbi tokë një tërmet kaq i fortë i madh. Dhe qyteti i madh u nda në 3 pjesë dhe qytetet e kombëve ranë. Babilonia e madhe u kujtua përpara Perëndisë që t'i jep kupën e verës së zemrimit të tij të turbruar. Dhe çdo ishull iku dhe malet nuk u gjetën më, dhe një breshër i madh me peshë prej një talenti i ra nga qielli mbi njerëzit dhe njerëzit blasfemuan Perëndinë për plagat
e breshkrit sepse plaga e tij ishte me të vërtetë e madhe. Kjo është zbulesa 16 dhe 7 plagë. Vazhdojmë. Pyetja, çfarë do të thotë në shekujt e shekujve? Ja e shpjegon Juda, libri Judës, kapitulli 1, vargu 7. Thot, por si Sodoma dhe Gomorra dhe qytetet përreth, dhe që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas çorëditjes seksuale, janë vërë përpara si shembull, duke psuar ndëshkimin e një zjarri të përjetshëm. Bibla e përmend në shekujt e shekujve ose zjarri përjetshëm, kurse dim që Sodoma dhe Gomorra janë qytetet që janë shkatru dhe nuk janë ripërtri, nuk janë rindërtu asnjëherë më. Dhe Biblia këto e qonë në shekujt e shekujve apo zjarri i përjetshëm, diçka që është gjithmonë. Por nuk do të thotë vërtet kemi plot shembuj, kjo një temë që në vete që mund të flasim gjatë për këtë. Është efekti i asaj kurse jo koha. Po, efekti kurse jo koha. Dhe kemi e dini në Vjetën e Re shpesh thotë se do digjet në Gehena në shekujt e shekujve. Gehena ishte vendi ku hudheshin bërlogjët në kohën e Jezusit, kurse ajo ka qenë atë kohë, kurse më vonë është ndërtu, sot është vend i banimi, blok i banesave dhe ndërtimeve të reja, pra nuk është ashtu siç ka qenë. Por efekti i asaj është në shekujt të shekuj, saktësisht Biblia e quhen ashtu. Okej. Kemi një citat përpara nga Ministry of Healing, Ellen White, faqe 142-123, i cili thot kështu: ne jetojmë në mes të epidemisë së krimit, në të cilën njerëzit e Zotit që kanë frikë nga Zoti janë të tmerruar. Korrupsioni i cili nuk mund as të përshkruhet. Çdo ditë dëgjojmë për konflikte politike të reja, regjistrime të mundimshme të dhunës, të vuajtjes, çdo ditë sjellin lajme të këqija mbi shkatrimin e jetrave, vrasjeve dhe vetë vrasjeve, korrupsionit, mashtrimeve të gjitha llojeve, fatkeqësive të ndryshme. Kush mund tashmë të dyshoj që agjendët e Satanit janë duke punuar tmerrsisht që të na shmangin kujdesin, prishin trurin dhe trupin ton, thot Ellen White, Ministry of Healing, faqe 142-143. Ky është realitet i hidhur dhe shumë e vërtetë. Kurse Hebrejnëve 3:19 thot, kështu betova në mirin time, nuk do të hyjnë në pushimin apo prehjen tim, dhe për të cilin bëri be se nuk do të hyjnë në pushimin e tij, veçse ata që qenë të pabindur. Kurse kapitulli 3, Hebrejnëve kapitulli 3, kapitulli 4, vargu 3 thot, sepse ne që besuam hym në pushim apo prehje, siç tha, kështu u përbetova në mirin time, nuk do të hyjnë në pushimin tim, ndërsa veprat e tij u mbaruan që kur u kriju bota. Sepse diku ai ka thënë kështu për ditën e 7 dhe Perëndia pushoi ditën e 7 nga të gjitha veprat e tij. Po është ajo që na tregon te hebrejve që kush beson në Jezusin, mund hyj në pushimin e tij. E pushimi i tij është frymor, po ai na ka treguar edhe ditën e krijimit, domthonë ai thotë edhe domthonë se më doni mu, respektoni ligjet e mia. E kush janë ligjet e Zotit? Ligjet e Zotit janë 10 urdhat e Zotit. 10 urdhat është ligji për shkak se ti kur ta dën Zotin de facto e dën edhe ligjet e tina. E ligjet e tina të shtunja. E thot ditën e shtunë jenë ditë pushimit, po ti me Jezusin pushon. Po ditën e 7 ta kalon si simbol aty që është ditë e krijimit. Ai për shembull nëse mund vet një indus. Po s'do të thotë që sot jam barma. Barma, sot jemi është Jave.
Edhe ai thot, po si, po unë jetë të më tregu këtë ditën e 4, duan orën e 4, me ditë se kush është që ai Javeja, o Zoti jam, Jehova, që ka kriju qiellin e tokën. Atë si mas që saj, na dim se kush është. Se edhe ky indusi e ka ditën e vet, se ditën e krijimit, vitna, e këta që kanë zotat e veta. Edhe ata kanë një fardite. Por na me ditë se kush është ky Joni, atë do të më shku të 10 urat e Zotit që është numri 4, edhe e kalon ditën e shtunës si simbol, domethënë dita e përkujtimit të krijimit që thotë mos e harroni. E vetë thotë mos e harroni ditën e shtunë. Për shkak se është është ditë e pushimit, krejt është i krijimit, me tregu se që kja ditë është për ty shumë, me që ditë ki mu taku, me ditë tjera veç kemi fol në telefon, kush ditë tjetër. Ashtu. Dhe Hebrejve 4:9 thot, mbetet pra një pushimi së shtunës për popullin e Perëndis. Mbetet pra, është tetra apostol Paulit, dhe unë e di që shumë krishterë dojnë edhe shpesh e citojnë Paulin. Pra, ja Pauli na thot, mbetet, nuk ka ndryshim të ligjit, ashtu siç ka qenë ashtu edhe është, edhe dita e pushimit, dita shtune është. Kurse nga libri Ellen White, Child Guidance, faqe 555, pjesa 2, thot, befasit të sërmadha janë, a jeni gati, thot paligjshmëria e ka te kalu limitin e saj, konfusioni e ka përfshirë botën dhe njerëzimin fundi është shumë afër. Populli i Zotit duhet të përgatitet për atë se çfarë do të vijë në botë. Një terror i madh është afër dhe befasi të mëdha. Ne kemi vetëm disa ditë prove për të bërë gati për jetën e përjetshme. Ma happy endi, ma e bukur është pra jeta përjetshme, çka syri s'ka pas, çka veshi s'ka dëgju dhe në mendje njeriut nuk i ka ardhur. Kurse nga libri Konflikti i Madh, i botimit 1888, faqe 449, e thot për lajmin e 3 engjëjve. Lajmi i 3 engjëjve është kanosja më e frikshme, adresuar ndonjëherë njeriut vdekatar. Vërtet duhet të jetë mkat aq i tmeshëm, i cili e shkakton kështu një mlef aq të madh të Zotit, jo të përzier me mëshire. Njerëzit nuk mund të mbeten në errësirë sa i përket kësaj çështje aq të rëndësishme. Vërejtja kundër mëkatit duhet të jipet botës para gjykimit të Zotit, që të gjithë të mund të dinë përse është shkaktuar ai, dhe të mund të braktisin atë. Largohen nga mëkati. Profetizimi është se engjëlli i parë do të shpallet çdo popull i kombi, fisi, gjuhe. Vërejtja e engjëllit tretë, e cila është pjesë e lajmit të 3 fisht, nuk do të jetë më pak e shpërndar e përhapur, është paraqitur në profeci sikurse me zë të madh, megafone të engjëllit i cili fluturon në mes të qiellit dhe do të tërheqë vëmendjen e botës. Kjo është nga Great Controversy, Ellen White, vitit 1888. Bisha e dytë zbaton dëmkën e bishës së parë. Zbulesa 13:16 thot, veç kësaj bëri që të gjithë të vegjëlit e të mëdhejt dhe të pasurit dhe të varfërit dhe të lirë dhe të sklevrit të vihet një dëmk mbi dorën e tyre të djathtë ose mbi ballin e tyre. Dhe që askush të mos të mund të blinte ose të shiste, po të mos kishte dëmkën dhe emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Kjo është ajo pyetja që kemi parashtuar dhe ja përgjigja. Kur në? Jo, vazhdo. Vazhdojmë, okay. Letër e manuskript, volumeni 7, e vitit 1891-1892, citati i jashtëm, e ashtu quajtur botë e shkrishter do të jetë teatri i veprimit të madh dhe të vendimtar njeriu
në autoritet do të miratoj ligje që kontrollojnë ndërgjegjësinë, ndërgjegjen e njeriut sipas shembullit të papatit. Babilona do të bëj që të gjithë kombet të pinë nga vera e zemrimit të kurvrimit të saj, të gjithë kombet do të janë të përfshira, zbulesa 18:3-19, thot Ellen G. White Letter and Manuscript e vitit 1891-1892, 24 mars. Kurse profeti Jeremi 18:15 thot, me gjithë populli im më ka harruar, e djegin të mjanin idhujve të kot që i kanë bërë të pengohen në rrugët e tyre, në shtigjet e lashta për të ecur në rrugët dyqësore dhe jo në rrugën kryesore. Dhe një citat që kemi pra nga konflikti madh, faqe 623, i cili thot kështu: në këtë jetë ne duhet të ndajmë veten tonë nga mëkati përmes gjakut të çmueshëm dhe pajtueshëm të Zotit Jezus. Shpëtimtari ynë i dashur na fton që t'i dorëzojmë veten tonë atij, dobësitë tona, t'i bashkojmë me fuqitë e tij, ignorancën tonë me diturinë e tij, mos vlerën tonë me meritat e tia. Largpamësia e Zotit është shkolla në të cilën ne duhet të mësojmë butësinë dhe përëllësinë e Zotit Jezus. Vlen të bashkëpunohet me agjensitë e qiellit në punën e tyre, duhet të përmbahemi modelit hynor, askush nuk mund të shpërfill ose të shtyj këtë punë përveç se të marrë rrezikun me të madh për shpirtrat e tyre. Konflikti i madh, faqe 623. Urna. Ti të regoj shkede që ta blenë qitë librin Konfliktin e madh, është shumë libri i mirë? Po. Na jepim falës se kemi ofru, por... Fale, kena falës, arroba, këtë është falës, po. Falës, të na është falës. Këtu nuk kemi pas kërkesa kështu kemi pas pra nga Facebooku shumë ma heret, por tani akoma është falës edhe ofrojmë gjithashtu për të gjithë të interesuar, të gjitha këto situate shumica që i thëmë janë. Qëre një adresën edhe fillë të qojmë librin. Ashtu është, pa tjetër. Kurse shenjat e kohës, situati i cili thot të gjithë ata të cilët do të përsekutohen do të përkushtohen të shërbejnë Zotit, do të kërkojnë se cili është vullneti i Zotit dhe çfarë duhet të bëjnë, pa marrë parasysh se sa do të jetë e kushtueshme ajo. Sa do të jetë çmimi për të. Shërtorët e vërtet të Zotit do të marrin qëndrim që të zbatojnë të gjitha urdhërimet e liderit udhëheqësit të tyre, Zotit Jezus. Ata nuk do të shikojnë të gjejnë gabime në ligjin e Zotit, por do të shpallin fjalët me veprat e tyre. Ky është vullneti i Zotit të bëj urdhërimet e tij dhe urdhërimet e tija nuk janë të rënda. Mendje preht të ligjit të Zotit, ata janë duke ata që se çfarë është e pëlqyer, duke bërë çfarë është e pëlqyer në sytë e qiellit, dhe të gjithë premtimet e fjalës së Zotit do të janë për ata që plotësisht i binden Zotit dhe janë besnik. Ata mund të shpresojnë në mëshirën e tij, të ndërtojnë në premtimet e tij, duke i plotësuar dëshirat e zemrës së tyre, sepse ata janë të drejtuar nga vullneti i Zotit. Dyert e qytetit të përjetshëm do të janë të hapur për të gjithë popujt të cilët ju kanë përmbajt të vërtet. Shërtorët e Zotit do të hanë nga druri i jetës dhe do të kënaqen në pasurinë e papërshkruar të përjetësisë. Kjo është happy end për të gjithë besimtarët dhe shumë e bukur dhe thellë. Jezusi është duke na thirrur, e falenderojmë, e adhurojmë Zotin e gjallë, krijuesin, pra jo dikujt tjetër, por vetë drejt për drejt krijuesit.
Vazhdojmë. Po, dhe në fund e përfundojmë me këtë citat nga manuskript 16 faqe vitit 1900. Çdo gjë tani më është në sprov, në test. Mesazhi i trengjëve duhet paraqitur botës si një gjë shumë e rëndësishme dhe e vlefshme nga qielli, është pyetje jete ose vdekje, përshtypja, impresioni ose rezultati nga ky lajm do të jetë proporcional me seriozitetin dhe solenitetin në të cilën shpallet. Pra, lajmi i trengjë është lajmi i fundit shumë i rëndësishëm, andaj kemi nevojë për që Zoti të na udhëheqë, udhëzoj dhe në fund bëjmë lutje dhe shtojmë për Okej. O Zoti i Madh Gjithështeshëm, ndera lavdia takon ty. Faleminderit për mëshirën tënde. Të lutem o Zot që ky lajm kaq urgjent dhe i rëndësishëm të kuptohet, pranohet, besohet prej popullit ton, prej të gjithë popujve, po edhe popullit ton shqiptar. Të lutem ti bekosh o Zot familjet tona, shëndetin, jetën, kohën, fëmijët, pleqt, trit, punën, financat, shëndetin, tryezën, sofrën tonë, jetën tonë edhe këtë kohë pak që i kemi përpara. Bënë o Zot që ky lajm të kuptohet vërtet, të pranohet, e është i bukur dhe i thjesht. Të pranojmë ty si krijues, fjalën tënde, ditën që e ke përkështuar në kopsht të Edenit dhe që është shenjë, vule, të përulem ty, të falenderojmë, të adhurojmë në emrin të Atit, Birit, Frymës së Shejtë për gjithmonë. Amen. 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 Jana, Zoti të rujt bekof ty dhe burin tanë. Ju t'ini poshtë, Zoti ju rujt bekof të gjithëve, natën e mirë, mirëpafshim. Natën e mirë, mirëpafshim.